700 kopje të libra vjen shit, në këtë kohë ku mbisëndon teknologjia. Ashtu si kur trupi që ka nevojë për ushqim, ashtu edhe mendja ka nevojë për libër. Edhe Rexhat na kthehet përsëri dhe na këndon përsëri këngën Kreshat e Kosovës. Mirëdita ose mirëmbrëma. Unë sot jam nisur për atje, ku shpirtit i poetit rrëfen lloj-lloj pralla. E kam një letër në dorë, e lapsim mbi të e maj. Ser më kujtohet një budallak, e shënoj dhe qaj. Kështu fillon poezia, e shkruar nga Burhan Bekteshi, për ndryshe ky libër me poezi dhe me shënime kaq emocionuese, është i këtij shkrimtari këtu afër meje, Burhan Bekteshit. Faleminderit. Përshëndetje për juve. Përshëndetje edhe për juve. Faleminderit. Suksese edhe shumë vlerësime për këtë libër. A mundesh më na tregu ideën edhe nga erdhë për me shënu këtë libër? Pika parë faleminderit shumë që ma dha rastin me dhënë një intervistë. Motivet për këtë libër kanë filluar qysh ka mote. Këtë është një punë, një dekadë që ka kom punu, e kom përmbledh në këtë libër dhe e kom botu tash 3 muaj 4. Dhe ka shku për mrekulli, është shit afër dikon 600 kopje, 700 ndoshta, nuk e di pasakt, po ndihem i nderuar dhe i krenuar që populli e ka vlerësuar këtë punë që sa vite, duke ju falenderuar edhe juve, gazetarëve, domethënë komplet mediumet të Kosovës dhe Maqedonisë që më kanë dhënë mbështetje në çdo aspekt. Atëherë titulli është Një dekadë me dëshmorët. Po. Natyrisht kur ke marrë iniciativën për me shënu një libër, ke pas edhe tematika tjera. Pse zgjedhe me u marrë bashkë me dëshmorët? Se dëshmorët janë, ç'më thon, jerniki i jetës tonë. Domethënë ata që kanë luftu, kanë dhënë gjithçka, duke filluar prej familjes Jashari, familjes Haradinaj, masakra e Reçakit, e shumë raste tjera mos t'ja nisim me i përmend krejt me ren, po ka shumë arsye pse është ky titull. Domethënë dëshmorët janë modeli i jetës tonë. Po pas përfundimit të kësaj libre, cilat kanë qenë mesazhet më të mëdha që kanë ardhur? Përkatësisht ta kemi pas edhe nga veteranët e luftës për kraje për këtë libër? Kom pas përkrahje prej çdo kujt, mesazhet kanë qenë të shumta. Ka pas emocionet janë të përdhime pak a shumë, sidomos kur të shkruajnë fëmijët e dëshmorëve, gratë e veja që kanë mejt pa burra, e shumë raste tjera, domethënë kur emocionuan, kur e kanë pa emrin e familjarit vet në libër dhe janë ndiq tepër të emocionuar, po ashtu edhe krenar, ku morr lavdata të ndryshme për të cilën e falenderoj Zotin që ma ka dhënë këtë vullneti për me arrit këto ku jam. Po. Jo shumë kohë që është përfundu ky libër edhe ata ka marrë mendja që keme pas kaq shumë sukses në këtë libër? Vallai me të drejtën jo, se kom besu. Duke marrë parasysh tash teknologjinë, telefonat, nuk kom besu që dikush ka me lexu libra kaq shumë. Po është një arritje e madhe, shembull, në ditë se sotit mi shit 700 kopje, është diçka goxha arritje e madhe. E vërtet. Dhe unë ndina krenar për këtë sen, që 700 kopje të libra vjen shit, në këtë kohë ku mbisëndon teknologjia. Dhe librin po thuj se shumë pak e këshirin. Po, shiqer prej Zotit është shit dhe ka sukses mjaftueshëm. Është libri i parë juaje? Është libri i parë, tash jemi në përgatitje për librin e dytë. Po, para këtij libri, a keni shënuar ndonjëherë me ndonjë fletore, diçka kështu, a keni pas këtë talent për me shkru poezi? Poezi po, në tregova që 10 vjetë kom shkru poezi, po gjithmonë i kom bë me videoklipe, do me thonë monologe. Po. Ku të vindën edhe në YouTube janë mbi 30 monologe, ku mund kush do me i këshirë, janë 30 monologe në YouTube ku kom punu për të fillu prej Asharve, Dejtet a Hercinani, Kushtën e Maliu e krejt me ren. Po, a keme me pas ndonjë libër tjetër me këtë lloj tematike, apo keme te kalu pak nga kjo tematik? Tash librin e dytë që jam të bo, është atë titulli një komendos Drita e Allahut dhe Gjaku i dëshmorëve. Kur të dhohet libri kuptohet se ke libër, s'po du me zbulu ma shumë. Le të mbetet edhe pak kurrishtje për publikun, po cilit kish me qenë fjalët për fancat e juve, se
700 kopje për 4 muaj, nuk jam pak. Just janë. Cilin kish me qenë fjallimi jot për personat që të kanë përkrahur vazhdimisht? I falemderoj shumë ata që më kanë përkrahur deri sot. Inshallah do Zoti vazhdojnë më përkrahin prap. E ata që të ti fonca, të unë s'kam qef me thonë fonca. Po janë. Le të lexojnë sa më shumë, sepse ashtu si kur trupi që ka nevojë për ushqim, ashtu edhe mendja ka nevojë për libër. Edhe ne po të bëjmë kërkesë që me pas edhe libra tjerë vazhdimisht, se Shpresojmë. ja vlen për me shkru për të vërtetat e vendit tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit Dhe juve. Zoti që ushtarët tonë që janë atje në hak lirohen sa më shpejt, pikërisht për këtë që kemi dalë sot. Edhe inshallah do Zoti na kthejnë sa më shpejt në Kosovën e lirë. Edhe Rejgjat na kthehet përsëri dhe të na këndon përsëri këngën Kreshat e Kosovës. Shpresojmë shumë, faleminderit për Faleminderit kohën që për ndajt juve. me ne. Faleminderit.